Në kuadër të ditës ndërkombëtare të gruas, shoqata Qendra e Gruas zhvilloi një aktivitet të titulluar "Pa thanat", histori të dedikuar forcës së grave dhe vajzave. Ky organizim ishte një hapësirë reflektimi dhe frymëzimi për gratë. Qendra e Gruas në kuadër të ditës ndërkombëtare të gruas po realizon një aktivitet të titulluar "Pa thana". Janë histori të dy grave dhe dy vajzave, të cilët rrugtimin nuk e kanë pas të lehtë. Ne zgjollëm që të mbashdanim këto histori për treguar forcën dhe kurajën që kanë gratë për t'ia dalë, për të përmirësuar jo vetëm jetën e tyre, por edhe për të qenë modele frymëzimi edhe për gratë dhe vajzat e tjera. Lufta dhe puna është e përditshme për të mbështetur sa më shumë gra dhe vajza. Pavarësisht se duket sikur ne jemi prezent vetëm në kuadër të 16 ditëve kundër dhunës me bazë gjinore dhe dhunës së familje apo 8 marsit, mbështetja për gratë dhe vajzat është çdoditshme gjatë gjithë vitit për më shumë se 20 vite. Dhe edhe sot në këtë datë, pavarësisht se është datë e shtunë, ne jemi këtu prezent për t'i dhënë hapësirën e duhur grave dhe vajzave për t'u dëgjuar. Jessica Froku nuk e ka pasur të lehtë rrugtimin e saj për shkak të aftësive të saj të veçanta, por ajo ka gjetur forcë për të përballuar vështirësitë. Sot 8 marsi, një ditë e rëndësishme për gruan. Sot jemi tek organizata Hapat e Lehtë. Jam e ftuar, jam Jessica, jam një vajzë me aftësi të ndryshme. Kam ardhur e ftuar nga Denada. Ndjehem mirë kur shikoj që gratë kërkojnë të drejtat e tyre në vlerat shoqërore. Një nga sfidat që gratë përballen sot do flas për pjesën time, është pjesa e papunësisë, që nuk janë të kërkuara në tregun e punës. Vërtet dikujt mund t'i mungojnë këmbët, por nuk i mungojnë që të vazhdojë të jetojë dhe të shikojë përdit nga një ndryshim në jetën e tij për një të ardhme më të sigurt në shoqërinë tonë. Ky aktivitet, i cili u realizua tek Muzeu Sokuka, erdhi në kuadër të projektit Krenar të Kemi të Drejta, ku bëri bashkë gra dhe vajza në ditën ndërkombëtare të gruas.